Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sharafil anbiya wal mursalin, ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Falënderim të kënë Allah Azza wa Jall, pashëm mëshirë Allah që mbi pejgamberin alayhis salam, i familjes tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekën rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Kaloj Allah Azza wa Jall të ju shpërblet me të mira, edhe bëj këtë takim me këtë mezhlis të beregat, të bereqetshëm. Kaloj Allah Azza wa Jall që Allahu na mësoj që të përfitojmë dhe të vendosë në zbatim këto këshilla, këto porositë që nga dy vëllezër të mi të nderuar, që për mua fat sinqerisht është një kënaqësi e veçantë që të kem vëlla Hoxh Ahmed Domane dhe gjithashtu edhe Albano Kolecin, të dy hoxhallar dhe vëllezër të nderuar. Lutem Allahun që të shpërblet me të mira për mundin që kanë bërë për të këtu, për të erdhur pranë nesh, pranë vëllezërve të tyre, se ne jemi vëllezër të gjithë. Edhe pse Allahu diku i ka dhënë dije pak më shumë, diku më pak, për të gjithë kanë kontribut në Islam. Dhe pas kontribut të gjithë, Islami nuk ngrit aty ku është për të ngrit, vetëm duke dhënë gjithë maksimumin, aq se ka dhënë Allahu në kapacitetin e tij ose në pozicionin e tij. Ftoj Hoxhën e nderuar, Sheikh Ahmedin, na mali gjadën. Vi Albano. Hajde Albano. Fuck ja, maar kijk toch. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun, atë falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu t'i lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cilin do që Allahu udhëzon, nuk ka kush ta devijoj, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzoj atë askush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, mbi çdo besimtar që i qëndron besnik rrugës dhe orientimit të Tij deri në ditën e fundit. Allah shpëbleft vëllezërit që kanë prezantuar, Allah shpëbleft Hoxhën që na e bëni ftesën. Lutse Allahun që ky takim me këto pak gjona që do themi të jetë i bereqetshëm, edhe të na bëj dobi, domethënë mbasi të dalim prej kësaj xhamie. Tema për cilën është saktuar që do flasim sot është qëndrueshmëria në kohën e sprovave. Kuptimi i sprovave, kjo është gjëja e parë që dua të sek, çfarë do kupton kjo fjalë fitne? Pra fjala fitne. Fitne, sikurse e kanë përkufizuar në disa kuptime, prej saj është përkufizimi që i ka bërë Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, është ajo që del midis mospajtimit apo mospërputhjes. Pra kur ka mospajtim apo mospërputhje, edhe nuk merret vesh se kush është e vërteta dhe kush është e kota. Pra ky është një përkufizim i fitnes. Nëse përkufizim tjetër që ka bërë El-Gjorgjani thot ajo e cila e dallon gjendjen e njeriu, a është gjendje mirë apo është gjendje e keqe. Pra dallohet kush është i mirë prej njerëzve edhe kush nuk është aty ku duhet ose nuk është i mirë. Në Kur'an kjo fjala fitne ka ardhur, sikurse e kanë përmendur disa dietar në 16 lloje kuptimesh. Pra Allahu subhanahu wa taala në Kur'an kufrin e ka quajtur fitne, shirkun e ka quajtur fitne, vrasjen e ka quajtur fitne, sprovat, i ka quajtur fitne, provimin që Allahu i ka bërë i ka quajtur fitne. Edhe thot Ar-Raghib Al-Asfahani
se ky veprim, pra fitnja, është veprim i cili ndodh edhe prej Allahut, po edhe prej njerëzve. Kur ky veprim ndodh prej Allahut, është urtësi absolute. Allahu subhanahu wa taala në moment që i bën fitne njeriut, kjo është për shkak të urtësisë së tij absolute. Pra nuk e bën Allahu subhanahu wa taala një sprov tek njerëzit kot. Ndërsa kur ndodh prej njerëzve, atëherë e përgjithshmja është që është e kundërta e asaj, domethënë, pra nuk ndodh për shkak të urtësisë, por ndodh për shkak të padrejtësisë që ka njeriu me njeriu. Jeta, o vëllezër, që nga fillimi e derisa të përfundoj, vetëm se ka për të pas fitne, ka për të pas sprova. Domethënë është e mbushur me sprova që vijnë ose prej njerëzve, ose me sprova që vijnë prej Allahut. Në shtëpinë tate Allahu subhanahu wa taala e ka qyt, domethënë, pasurinë, fëmijën, shumë radhë ka qyt fitne, sprov, si do të veprosh me to. Mirë po, sprova gjatë gjithë jetës, njeriu përplaset dhe përballet me gjëra që Allahu e ka urdhëruar, edhe këto vetvete janë sprovë se si njeriu do të punojë, do të veprojë me to, po edhe me gjëra që i vijnë. Nuk ka njeri që ka jetuar, madje Allahu subhanahu wa taala atë të cilin e don e sprovon. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ashaddu an-nas ibtila'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Njerëzit që më shumë sprovohen janë profetët. Pastaj grad ato që janë më të ngjashëm me to. Pra Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet sprovave e ngren njeriu, e dallon nga të tjerët. Sprova pra ose të dallon të nxjerr faqe bardh në bazë si e trajton ti atë, ose pra nuk del prej saj, në formë të mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i dashur tek Allahu azza wa jall, e megjithatë është sprovu. I kanë vdekë atij 6 prej fëmijëve. Ka pas uri, është friksu, i kanë bë bojkot, e ka përndjek populli vet, e kanë luftu, kanë shpif për të, i kanë bë magji, e kanë helmu, e kështu me radhë. Më thonë, ka kalu sprovat më të ronda, sa që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, u khiftu fillahi wa ma yukhafu ahad, wa udhitu fillahi wa ma yu'dha ahad. Jam friksuar për hir të Allahut, sa që nuk friksohet askush tjetër si unë. Edhe jam dëmtuar për Allahun subhanahu wa taala, sa që nuk dëmtohet askush tjetër si unë. E megjithatë, kjo ishte domethënë sprov për Allahut për ta dallu, për ta ngrit gradën e atij alayhi salatu wassalam. Asa s'bën njeriu në jetë, ka për të has sprova, ka për të has bela, ka për të has vështirësi. Allahu thot që këtë jetë e ka bë, domethënë sprov për të dallu, domethënë Allahu është ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen për të dallu se kush do të veprojë më mirë. Sikur se thot Allahu që kam ulanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Do t'ju sprovojmë, thot, me uri, me frikë, me uri, me humbje të pasurisë, humbje të njerëzve, humbje të jetës, edhe përgëzon Allahu, përgëzoi durimtarët. Pra jeta ka vështirësi gjithmonë. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka tregu që ka për të ardhur kohë, kanë për të ardhur kohë që do të ketë fitne, kohë mashtruese, khaddaat, kohë, po themi që do të ketë mashtrim, apo nuk do të merret vesh, do të ketë trazira të mëdha. Edhe njeriu muslimani është i zgjuar, muslimani në moment që profeti alayhi salatu wassalam, i cili nuk flet nga vetja, e njofton për diçka, atëherë duhet ta di se kjo gjë kërkon përgatitje. Pasi ne do përballemi. Nuk po themi vetëm gjëra që vijnë, domethënë jetë përditshme, se dikush më të ngeli pa punë, apo
kjo vetvete është sprov. Do thonë njeriu mund të sprovohet, mund të rish pa punë një farë kohe, apo mund të ndodhi shumë gjëra, duhet bësh sabër, edhe një prej çështjeve të durimit është me bos sabër në atë që cakton Allahu që mos shkosh tek harami. Pra të sprovon Allahu, ti duhet jesh i qëndrueshëm, qëndrosh tek halali, mos shko kurrë tek harami. Dhe pjesa tjetër e durimit, e cili e kanë ndarë dietarët pra në këto dy lloje, është të bësh durim në urdhresat dhe ndalesat e Allahut xhalla fi ula. Këto vetvete kërkojnë durim. Kur të vinë të sprova, edhe këtu po flasim kur vinë sprovat, të më thënë që janë që i përfshin njerëzit në përgjithësi. E faktikisht ne po jetojmë, pavarësisht dikush e kupton apo se kupton, se sikur se tham, kur vjen sprova, ka shumë trazira apo ngatresa edhe nuk merret vesh. Do thonë njeriu, sprova nuk është gjithmonë kusht që ti ta shikosh, kjo është sprova. Ndodh ndonjëherë që njeriu është sprovë, është fitne dhe nuk e kupton. Në raste të tilla pra, njeriu duhet të ketë parasysh gjithmonë e kuptoj apo se kuptoj. Allahu subhanahu wa taala thot fastaqim kama umirt. Ti bëj i qëndrueshëm si ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Pra gjithmonë peshorja jote me të cilën i peshojnë gjërat të jetë Kurani dhe suneti i profetit alayhi salatu wassalam. Allahu thot duke i lavdëruar ata të cilët janë të qëndrueshëm në kohë razirash, edhe profeti edhe Allahu në Kur'an thot wa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi war Rasul. Kur të keni një mos pajtim, një mos përputhje me diçka, ktheheni tek Allahu dhe tek i dërguari alayhi salatu wassalam. Allahu i lavdëron ata të cilët janë të qëndrueshëm në fenë e tij duke thënë innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ata të cilët thanë Zoti jonë është Allahu, edhe pastaj qëndruan e majtën fort këtë dëshmi, do të zbresin atyre me lajket, thotë Allahu, për t'i thënë mos kini frikë e mos u hidhëroni, la të khafu, la të ahzun, dhe përgëzoni me xhenetin me cilin jeni premtuar. Pra duke i lavdëruar Allahu ata të cilët janë të qëndrueshëm në fenë e tij, se Allahu ka për t'i dhënë atyre xhenet, dhe se ata nuk do të friksohen. Edhe nëse mund sprovohet njeriu në këtë botë, mirë po në botën tjetër, el aqibatu lil muttaqin. Përfundimi është i njerëzve të devotshëm. Nga çështjet që ndihmojnë njeriu në moment që është në kohë fitnesh, sprovohet, nuk merret vesh, ka trazira. E para dhe kryesorja, besimi i drejtë. Të ketë njeriu besimin e pastër, të cilin ka qenë në të profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, e brezat e mirë që kanë qenë mas tyre. Edhe ta di se nuk ndodh asgjë në këtë gjithësi, vetëm se Allahu kështu ka dashur të ndodhi. Pra ndodhi një fatkeqësi apo një bela apo një sprov, Allahu subhanahu wa taala ka dashur të ndodhi. E kjo është pjesë e kaderit, të caktimit të Zotit. Edhe ne e dimë që caktimi i Zotit është se Allahu e ka ditë çdo gjë që do të ndodhte, e ka shkruajt, kur i tha lapsit shkruaj çdo gjë në Lauhul Mahfudh, ka dëshiruar Allahu që kështu të ishin gjërat, e në fund atëherë kur don Allahu e krijon atë gjë dhe ajo ndodh. Pra Allahu subhanahu wa taala, i cili ka dëshiruar që gjërat të ndodhin ashtu siç ndodhin, Allahu subhanahu wa taala ka dhënë dhe zgjidhjen për daljen nga çdo sprov që ka njeriu, pra me lejen e Allahut del prej saj. Po duhet që njeriu të ketë dijen e pastër, dijen e drejtë, duhet që të ketë besimin e saktë. Nuk ka gjë që e forcon njeriu në fe se sa ta njohë mirë Zotin. Ta njohë Allahun subhanahu wa taala, ta njohë fenë e tij, të ketë rrënjosje, në zemrën e tij
për atë çfarë duhet ta ditë çdo musliman prej fesë. Ka gjëra në fe që çdo musliman nuk tolerohet në to ignoranca. Duhet i dish, duhet ta mësosh fen tate. Vetëm kështu mund t'i bëj ball njeriu gjërave që i vinë, në jetë. E dyta, ta dish o vëlla musliman se Allahu subhanahu wa taala e ka marrë përsipër që do t'i ndihmojë muslimanët, robërit e tij. Allahu dhul xhelal i ndihmon robërit e tij, thot: "Wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim", dhe se ndihma nuk vjen vetëm se prej Allahut të gjithë mëshirës, të gjithë pushtetshmit dhe të urtit. Pra ai i cili e don të dali prej situatave, apo të dali prej fitnes, apo që të jetë i ndihmuar, Allahu subhanahu wa taala e ndihmon në moment që njeriu e kërkon prej Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu: "Wala yansuranna Allah man yansuruhu." Allahu ka për të ndihmu atë që ndihmon atë, pra që ndihmon fenë e tij. Ai i cili e ruan fenë e Allahut, Allahu subhanahu wa taala i bën rrugdalje, sikur se thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i friksohet Allahut, Allahu i bën atij rrugdalje prej çdo lloj situate. Pra kur vin pelat, kur vin trazirat, njeriu nuk di ta dalloj, ti kthehet Allahut. Ti kthehet Allahut xhalla fi ula. Se Allahu që ta ka zbrit atë sprov, Allahu është ai i cili të nxjerr prej saj. Çështja e tretë, përkujtoje mirësinë që ka durimi dhe vlerën e madhe që ka durimi. Ajetet në Kur'an janë të shumta. Allahu thot: "Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Ne thamë që durimtarëve thot Allahu jepet shpërblimi pa llogari, shpërblim i madh. Edhe thamë që dietarët e ndan durimin në urdhëresat dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Këto do durim. Fash namazin do durim. Ta agjërosh do durim. Të largohesh nga haramet do durim. Nuk është e lehtë. Sprovat janë shumë. Gjithashtu me bë durim në gjërat që vinë, që ndodhin. Kur të vjen në fatkeqësi, në i gjë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "El-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Adhurimi në kohë vështirësish, në kohë sprovash, në kohë fitnesh, është sikur se me bë hijret tek unë, pra në shpërblim, në vlerë. Pra sikur se si shpërblimi atyre që kanë bërë pra hijret nga Mekka në Medinë. E kanë shpjeguar këtë hadith, pra adhurimit të bosh, sepse në moment që bie në vështirësi tek populli, edhe mund të cënohet atyre përveç fizikut, jetës, i cënohet pasuria e kështu me radh. Adhurimi nuk është i lehtë në këtë kohë. Ai i cili bën durim dhe qëndron, dhe është i qëndrueshëm, edhe nuk lëkundet në urdhëresat e Allahut subhanahu wa taala, thot profeti, shpërblimi i tij është si ai që bën hijret për tek unë. Edhe këtu dallojnë muslimanët, ai i cili ka adhuruar Allahun si tradit, pra që e kanë marrë tjerët dhe hajde po shkoj dhe unë si tjerët, edhe ai i cili e ka adhuruar Allahun xhalla fi ula me sinqeritet. Kush e ka adhuruar Allahun xhalla fi ula me sinqeritet, Allahu ka për ta forcuar atë, pra në moment që nevojitet prej tij durimi. Pjesë e besimit të drejtë, që e përmenëm dhe e cekëm pak më lart, është njeriu duhet të ketë rënjosje. Edhe kjo ka rëndësinë e vet, se fitnja jo gjithmonë të cënon ty fizikun, pasurinë e kështu me radhë. Fitnja më e madhe është ajo fitnë e cila të cënon fen tate. Edhe këto shpeshherë nuk kuptohen. Këto janë ato që janë, kjo është më e rëndë
sepse fitnia apo sprova që të vjen në fizik, fundja mund të të shkatroj dynjan, po të paktën ahiretin e ke në rregull, ama kur të vjen sprova e cila të cënon fen, ajo mund të cënoj ty ahiretin tatë, Allah në rujtë. Shejtani punon, që në moment që iblisi i mallkuar e nxori Allahu prej xhenetit, ai tha, unë kam për t'i humb njerëzit, të gjithë kam për t'i humb. Përveç tha, e pranoj përveç robërve të tu të sinqertë. Mirë po, ai vazhdon punon. Dhe agjendat janë shumë. Shpeshherë njeriu nuk e kupton, vetëm kur i është fut një bindje që bie ndesh me fenë e tij, prandaj këshillohet, po është e domosdoshme njeriu ta njohë mirë besimin. Ta njohë mirë besimin, të njohë mirë disa çështje të fesë. Fundja të pyesi, të qëndroj me musliman, të pyesi, mos ndikohet. Pra vin agjendat në mënyrë, domethënë, t'i sjellin në formë të bukur. T'i sjellin në formë, pra nuk t'i thonë dot drejt për drejt, ama të vinë të zbukuruara, edhe pa e kuptuar njeriu, bin sprovë dhe sprovohet. Prej gjonave që mund t'jap shembull, bie në sprovë sot, ose bie në gabim në motrat muslimane, me feminizmin, ose me gjëra tjera, edhe e shikon domethënë që largohen shumë nga mësimet e fesë, se kush duhet të jetë, se si duhet të jetë një grua muslimane, një motër, domethënë një muslimane që Allahu subhanahu wa taala e ka nderuar që e ka bëu atë non, e ka nderuar që e ka bëu bashkëshorte, e ka bëu domethënë që të jetë themel për shoqërinë, që prej saj dalin breza. Edhe vjen fitnia, të vjen kjo lloj sprove e zbukuruar, që shpeshherë njeriu nuk e kupton. I vjen si diçka e bukur, hajtë thotë se ky është emancipim. Po përparon, domethënë, edhe hecën jeta. Nga gjërat pra, ose e katërta prej pikave që të ndihmojnë kur të vinë këto sprovat, kur të vinë fitnet, nuk kemi se si mos përmendim hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam në këshillën që jep Abdullah ibn Abbasit, kur i thot, ihfadhillaha yahfazuk. Ruaja Allahun, Allahu të ruaj ty. Ose ihfadhillaha tajidhu amamak. Pra, ruaja Allahun, ta gjesh Allahun para teje. Pra, këto janë në kuptim ruaje fenë Allahut, Allah shpërblet. Ruaje fenë Allahut, zbatoj urdhresat e tij, ndaloju prej gjërave që Allahu xhelle fi ula i ka ndalu, dhe Allahu të ruaj ty. Allahu të jap sukses. Allahu të të orientoj tek e drejta. Allahu të udhëzoj. Allahu të forcoj. Kur të vinë sprovat, forcon, të bën qëndrueshëm, të çon tek e drejta, mos gabosh. Të bën që të jesh më i shtruar, mos nxitohesh. Të orienton Allahu xhelle fi ula tek më e mira. Një prej selefëve ka thënë, ai i cili friksohet Allahut, Allahu është me të. Edhe ai i cili, domethënë, Allahu është me të, është, domethënë, është me atë grup i cili nuk mposhtet kurrë. Dhe është me atë rojtar ose mbrojtës i cili nuk flek kurrë, dhe me atë udhëzues i cili nuk të humbet kurrë. E një tjetër, duke dash të këshilloj një prej vëllezërve të tij, i thot, nëse Allahu është me ty, për çfarë ke frikë? Kujt i friksohesh? E nëse Allahu është kundra teje, prej kujt shpreson? Kush është me Allahun, nuk duhet friksohet kurrë, nuk duhet ketë mirak. E nëse Allahu nuk është me të, atëherë nuk ka askush tjetër që mund ta ndihmojë atë.
edhe i thot në fund wassalam, pra për t'ja mbyll, domethënë, mjaftohu me këtë dhe mos shikoj gjë tjetër. Pra, nga gjërat që janë në kuptimin e asaj që tham, ti të ruash fenë e Allahut dhe Allahu të ruaj ty. Thot në hadith kutsi, hadithi i shenjtë, thot Allahu: nuk më afrohet mua njeriu me diçka që është më e dashur për mua se sa ato që ja kanë bë vajib, që ja kanë bë obligim, ja kanë bë të detyrueshme. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Edhe vazhdon robit më afrohet mua me vepra të mira derisa unë ta dua, thot Allahu. Në moment që unë e dua atë, unë bëhem dëgjimi i tij me cilin ai dëgjon, dhe bëhem shikimi i tij me cilin ai shikon, bëhem dora e tij me të cilën ai vepron dhe bëhem këmba e tij me të cilën ai hecen me të. Pra Allahu subhanahu wa taala ta ruan dëgjimin, ta ruan shikimin, ta ruan veprën, ti ruan hapat, ti mos dëgjosh haram, mos shikosh haram, mos veprosh në haram, mos shkosh në haram, ose mos shkosh tek e gabuara në këto kohë, domethënë në këto kohë që mund të vinë sprova dhe mund të vinë vështirësi. Pika e 5 është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam: inna an-nasra ma'a as-sabr. Pra fitoria vjen me durim. Thot Said ibn Xhubeiri, durimi, pra, sikur se e përmendëm, është dy llojesh. Të bësh durim për ato gjërat që Allahu i ka ndaluar edhe për ato gjërat që Allahu i ka obligu, sigurisht edhe kjo është më e mira, thot. Sigurisht të bësh durim për fatkeqësitë ose sprovat që Allahu subhanahu wa taala ja zbret njeriu ose që i vijnë, domethënë, prej njerëzve. Çështja e 6 është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe këtu marrim këshill si të veprojmë. Kur i thot profeti sahabëve, ka për të pas fitne, dhe i thojnë: kejfe lena ja Rasul Allah, që të veprojmë, si të bëjmë atëherë o i dërguari i Allahut? Qal tërgjiuna ila emrikumul awwal, i tha, do të ktheheni tek çështja që keni pas në fillim. Pra do kthehuni në orientimin që keni pas në fillim. Edhe në këtë është dhe një hadith tjetër që përmend: aleikum bi sunneti, i thot, pra kapuni prej sunnetit tim, o sunnetil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin, edhe sunnetit dhe traditës dhe orientimit të 4 halifëve drejt. Edhe forcohen, kapeni fort, thot. Sa që fjala që përdor është kapeni, domethënë me shtrëngu me dhëmb, pra kuptimi është që kapuni fort, edhe mos me u përçaj njeriu, pra me u kap prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe mos me qeni përçam, sikur se thot Allahu: wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kapuni prej librit të Allahut dhe mos u përçani. Ndërsa çështja e 7 e përmendëm se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ta ka zbrit dhe ai i cili ta largon. Mbështetju Allahut. Mbështetju Allahut dhe lutju atij. Kush i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton. Ai i cili mbështetet Allahut, Allahu xhalla fi ula i mjafton. Lutju atij, kërkoj atij. Kërkoj Allahu subhanahu wa taala të të ruaj. Pra, kur përmendëm kohën, edhe me këtë dua ta mbyll, kur përmendëm se Allahu xhalla fi ula, sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ruaj, domethënë njife Allahun, ose ruaj fenë e Allahut në kohë mirësie apo në kohë lehtësimi, që Allahu të ruaj ty në kohë vështirësie. Njeriu muslimani i shfrytëzon mundësitë që Allahu xhalla fi ula i ka dhënë. Ti tani e ke mundësinë
edhe i ke të gjitha kushtet me ardhmë u falë në xhami. Edhe nuk ke asnjë lloj problemi me ardhmë u falë në xhami. Ndërkohë që mund kishte qenë kohë tjetër që ti ke frikë me ardhmë u falë në xhami, se mund të cënohet pasuria, nderi, jeta e kështu me radhë. Ti tani që je në këtë kohë duhet me shfrytëzu që nëse ndodh që mund vi një kohë tjetër, Allahu të forcoj. Edhe dua ta lidh tani se kemi para nesh Ramazanin, e cila është muaj, më thënë, që s'ka muaj tjetër si ai. Edhe nuk dua të flas se nuk është tema që me fol për Ramazanin, por se ai që dua të them është se në atë muaj është mundësia më e mirë që ti kërkosh Allahut subhanahu wa taala, pasi në atë muaj duaja pranohet, lutju Allahut që të ruaj gjithmonë nga prej sprovës jetës, prej sprovës vdekjes, prej sprovave dhe përçarjeve ose më thënë trazirave. Afroju Allahut subhanahu wa taala në atë muaj, se ai është muaj më i mirë që shtohen veprat. Afroju me nafile, shtohet shpërblimi në atë muaj. Shfrytëzoje kohën në atë muaj me lexim Kurani. E merri të gjitha shkaqet pra që mbas atij muaji të jesh i karikuar, mbas atij muaji të jesh, domethënë, të kesh dalë një tjetër njeri. Edhe nuk ka kohë më të mirë, nuk si Brazilia këtu. Edhe nuk ka kohë më të mirë pra, edhe po e mbyll, për ti vepruar dhe për të arritur të gjitha këto që përmendëm, vetëm se, më thonë, ky është muaji i Ramazanit pra, që e kemi para. Lusë Allahun që të na bëj të arrijmë këtë muaj, shëndoshë mirë, e që të dalim për atij muaj, më thonë, faqe bardh, edhe kur dalim para Allahut Xhelle fi ula, të jemi prej atyre, domethënë, që nuk kemi për të pas as frikë dhe as nuk do të dëshpërohemi, për shkak se kemi qenë, inshallah na bof till musliman, ashtu sikur se kënaqet Allahu Xhelle fi ula. Allah shpëlef në të mirë, me boni Allah dhe në solzjatën. Allah shpëlef në Shekhe Albani, për këshilla dhe porosinë. Nësë Allah në zëvëgjët të shpëleve të mija, të me të bikë të porosinë, të në hoxën në rovë, Shekhe Ahmedin, të vazhdo pjesën tjetër të kohës. Allah shpëlef në mija. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ashtu siç tha dhe hoxha i nderuar vllai jon Abdullaj, që falënderimi të kon Allahut subhanahu wa taala për çdo mirësi, dhe pastaj na ka mësuar Allahu xhel xhelalu që ne jemi falënderues dhe të jetojmë duke shpreh këtë falënderim me veprat tona dhe me fjalët tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, do të falënderoni që të merrni shpërblim e t'ju kujtoj Allahu subhanahu wa taala te kur ai ndiash. Falenderojmë edhe hoxhën e nderuar që na ka bërë pjesë të këtij mezhlisi dhikri, që Allahu subhanahu wa taala obligon me lajket të zbresim këtu tek ne. Pra subhanallahu, me lajket e nderuar që adhurojnë Allahun xhel xelaluhu, vinë vetëm për ne, se ne jemi bërë shkak për një mezhlis, për një përmendje të Allahut subhanahu wa taala, që të na marrin emrat ton që kemi prezantuar e t'i dërgojnë atje ku është krijuesi jon xhelle wa ala. Dhe Allahu subhanahu wa taala ta kthej këtë sakrificë, këtë rrugë që kemi bërë, këtë ulje, ta kthej me falje, si shpirtërore dhe me shpërblime të mëdha.
dhe juve nderuar të nderuar xhamat, Zoti na bëf për tyne që kemi ardhur të marrim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe ta kërkojmë atë, sepse me të vërtet jemi në një kërkim ndije. Ne këtu të gjithë, pavarësisht se ne jemi ul, dikush flet edhe dikush dëgjon, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ai i cili vjen për të kërkuar dijen është në rrugë xhenetit. Men selaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Nëse ti ke marrë nga shtëpia, ke ardhur në xhami dhe ke dëgjuar se këtu do hapet dija, ti quhesh një kërkues diturie, se mas njeti që ke. Dhe në momenti që njeti jot ka ardhur me ty për të kërkuar këtë dije, Allahu xhel xhelalu ka për ta bërë nur, pra dritë në këtë botë dhe në botën tjetër. Lutem Allahun subhanahu wa taala që të jene për ty në njerëz, ja Rabb. Tema shumë e rëndësishme, vëllezër. Mashallah, Zoti e nderoft Hoxha Bullain, e kishte përgatitur shumë mirë. Dhe alhamdulillah pothuajse e përfshiu të gjithën dhe përfituam nga përgatitja që Hoxha na dha neve, sepse kjo është dija, vëllezër, dija e burimit nga Kurani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëlef. Dhe unë inshallah taala duke marr për dijes që tha dhe Hoxha, pikave shumë të rëndësishme, dhe unë po marr inshallah taala nga ligjërata e parë dhe diçka që mendoj të thuhet përsëri, disa pika të rëndësishme se si muslimani besimtari të ruaj veten e tij në kohë fitnesh. Ç'është fitnja? Atë që thotë Hoxha. Fitnja vllahim është njësoj kur ti hecën tek rruga e fshatit tu, rruga për në xhami, dhe kap një mjergull e madhe edhe të zbret ty poshtë. Dhe ti nuk ke hapësirë të shikosh se ku do shkosh. Kjo quhet fitne kur bie në një kohë, në një vend që njerëzit i kap përgatit ose jo të përgatit. Ka prej tyre njerëzve që ndalojnë, stop, nuk hecin se nuk shohin, derisa të ikë ky mjergull. Dhe ka prej tyre që hecin sepse mendojnë se unë do t'i përballoj kësaj mjergull, unë do ta përballoj këtë mjergull. Dhe kur hikën mjergulla, ky i cili pushoi, u stopu, qëndroi në atë që tha dhe Hoxha e nderuar në adhurim të Allahut subhanahu wa taala e të tjerë me radhë disa gjëra tjera, ky çohet edhe shikon çdo gjë të qartë, iku fitnja. Pra iku sprova dhe hikën drejt xhamis, aty ku ishte nis. Kurse ai tjetri hesin mjergull dhe e shikojmë të lajmet që ngatroi makina rrugën edhe ra nga hynera. Pse? Sa i heci në mjergull dhe nuk e pa rrugën, ose përplasi një makinë tjetër, ose bërë një karambol shumë të rrezikshëm. Pra ky nefsi i këtij njeriu mendoi ky njeri që do ta përballoj këtë fitnë. Po ky nuk ishte i përgatitur me elementet se si të ruhet nga fitnja. Pra si të ruhet nga kjo trubullim i kësaj kohe, kësaj të gjëje që i vjen njeriu. Dhe ne do të marrim disa gjëra të shpejta, do t'i shikojmë që edhe para folësi im vllai i përmendi. Gjëja para vllai im, fitja më e rrezikshme kur godet zemrën. Momenti që fitnja godet zemrën ton, kjo është çështje e rrezikshme. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë kishte një dua, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti Allah, o Zoti im, që i rretullon zemrat tona si të duash ti. Dhe në një transmetim tjetër, zemrat tona janë në gishtet e tuaja, Zot. I rretullon si të duash ti.
Thabbit qalbi, o Allah. Kush thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bëje të qëndrueshëm zemrën time në fen tënde. Dhe thënë dietarët, kur njeriu është një musliman, një besimtar, qoftë nga burrat dhe nga gratë, vjen një situatë që jeta e tij i vjen një lëkundje, i vjen një stres, i vjen një depresion, i vjen një bllokim. Kjo fitnë. Kjo është fitnë. Mund të futet tek vetja jote, mund të futet tek familja jote, mund të futet te puna jote, te pasuria jote, tek jeta jote. Çfarë do të bëjmë ne? Ne si musliman, ne si besimtar, ne do të themi: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulli, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Dorëzoj vëlla, dorëzoj Allahut. Se je musliman, je besimtar. Pra, momenti që ti ja dorëzon çështjen Zotit xhel xhelalu, ja ke dorëzuar atë krijuesit tënd që tha dhe vllai, përmendi ajetet dhe hadithet. Në momenti që ke Allahun, ke gjithçka. Yudabbiru al-amra min as-sama'. Allahu subhanahu wa taala rregullon çështjen tënde lart ku është ai nga qielli. Kur dëgjon duan tënde. Dhe besimtari tarfet ain, o Allah, mos më bëj mua të mbështetem te vetja ime. Qoftë sa shpejtësia e syrit që lun. Subhanallah. Aq e rrezikshme është fitnja që na godet o vëllezër, sa që të vjen. Dhe sot thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, je musliman dhe nesër gdhihesh jo musliman. Dhe e kundërta. O dërgumi i Allahut, si ka mundësi? Vjen fitnja sa që shet fentate. E futet dynjan aq shumë zemër sa që e shitet Zotin xhel xhelalu dhe e vendose besimin tënd te krijuesi jot, ku Allahu xhel xhelalu thot: Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O robi im, si ka mundësi që ti rëshite? Si ka mundësi që ti largove nga unë? Se unë nuk largohem nga ty. Sa do që ti të bërë gjunafe, sa do që ti të vinë sprovat, unë jam afër teje. Pse u largove? Unë jam krijuesi jot, të formova, ta dhash jetën në mënyrë më të mirë. Dhe të lajmërova se kush është armiku jot. Atë që tha dhe një prej pikave që tha hoxha i nderuar, shejtan, iblisi, yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Po të vjen një sprov se të vjen nga shejtani dhe nga vetja jote, tham. Po kur të vjen një sprov nga shejtani, fillimi të vjen me khauf, me frikë. Yukhawwifu awliya'ah. Nuk do ai që të vish në xhami ti vëlla. Nuk do ai që ti të formosh familje. Nuk do ai që ta kesh fëmijë, mashallah te barekallah, kështu siç me vëlla jot. Afër. Nuk do ai kështu. Ai don skica e tij kush është që të realizoj fitnën tënde dhe të rrezoj o musliman, o besimtar, që elhamdulillah vetëm ti dhe Zoti i di se sa sprova ke kalu deri më sot. Dhe ti i ri që je atje. Se sa sprova ke kalu ti me telefonat dhe me shkollat dhe me të gjitha dhe me shoqërinë. Vetëm Zoti dhe ti e di o i ri. A më shejtani qa bon boskicën? Mel'unin. Allah thot ti i malkum, je i përjashtum, o iblis, tha hoxha. I përjashtum ragjim. E mori vesh. O Allah, mi pa fat. Mi pa fat. Dhe Allah është rahim. Ja dha fatin. Momentin që i dha fatin, jo deri di gjykimit, deri në kiamet, se daj do vdesi. Allahu xhela xhelaluhu na tregon skicën e tij. Skicën e krijuar e fitneve.
Si e krijon një fitnë ai? O Allah, përderisa ti më dhe këtë afat, si që skica e parë. Wala udillennahum, do t'i vi atyne, burra, gra, me namaz, i vogël, i madh, i ri, i vjetër, do t'i vi, t'i hum nga rruga e drejt. Do t'i aboj rrugën e drejt të shtrembët. Do t'ja bëj rrugën e drejtë të shtrembët, se po qenë rrugën e drejtë, po qenë gjithmonë duke u falë, e po qenë gjithmonë duke adhuru Zotin, atë problem është puna. Do t'a bëj që dalin nga rrugë e drejtë. Mos vinë më rrugë xhamis, po t'i ikin rrugë tjetër. Skica e dytë është khabithe, shumë i të keq. Wala umenniyannahum. Mi që na qohë vëllezër, i çon njerëzit rrugë gabume, pa i nuk i lën rrugë gabume, se e di që do kthehen njerëzit prap. Por se i jep iluzione. Kur e çon këtu, ti do bëhesh, mashallah, i vllai i ri atje, vëllezëri, çfarë do bëhesh ti? Çfarë do bëj xhamia Allah? Se xhamia s'te plek. Ju më nien në humsh. Ti do bëhesh kokë. Ti për ne baba të rriti kaq, boni kaq. Se ti do bëhesh ai i cili ka me fjalë fillon edhe ka pesh, ka fuqi, ti do ndërtosh fabrika, shija i tjetri, pa i tjetri çka ka me ty, fillon iluzione, do bësh ti do jesh. E në ky tani fillon dhe projekton një gjë. E kishte projektin e bukur ky. Shkollë, familje, të mira që t'i marrin. Ky ç'a bën? Ky fillon edhe do bëhen. Fishon edhe ikte te TikToku, ikën edhe tek Facebooku, ikën tek gjonat e tjera që të gjej realizimin e këtyre iluzioneve, e mani. Allahu thot në Kur'an, i humbi ata e maniji, wa gharrathumul hayatud dunya. Momenti që shejtani kapi të iluzionet, i mbyti dynjaja. Dhe çfarë do të thotë? Prit e treta. Wala amurannahum. Pastaj unë do t'i urdhroj si të dua. Unë do t'i urdhroj ato si të dua unë. Bëje këtu, hik atje, heskni, pra ata dolën nga orientimi i Allahu xhel xhelalu dhe e dyta nga prindit, siç dhe marrim, edhe dolën në udhëheqjen e shejtanit. Çfarë të urdhron shejtani vllaim aty? Kjo është fitnja. More skicën e iblisit. I u dorëzove iblisit. I u dorëzove shejtanit. I u dorëzove nefsi la amaratu bisu. Dhe pastaj në momenti që ushtari i këtij iblis dhe dole nga ajo që do marrim më mrapa, subhanallah, wala ughayirannahum khalqullah. Unë do të ndryshoj të gjithë ata. Do të ndryshoj, vëlla, do të ndryshoj. Valla të ndryshoj, ky u falte, s'falet më. Motra me hijab e ka heq hijabin. Ai vllai i jepte për sadakave s'jep më. Se ky çat bën tani shejtani, ky të bën ty tani të bën skizën dhe të fillon të largon nga rruga e drejtë, sepse ti je akoma në atë rend që tham dhe ti je duke hec dhe të hudh nga të gjitha anët. Dhe që shohim i fjalë në botën e civilizume, aty ku bo parja dasëm, ai tjetri hecën mes rrugës dhe ka një qen që është njëri. Ai është njëri, si u bë qen ai? Wala yughayyirun khalqullah. Do t'i ndryshoj vëlla. Do t'i bëj do t'i nxjerrë njerëzit nga njerëzlliku. Do t'i nxjerrë njerëzit nga njerëzlliku. Islami përpara se me i çu fenë e Zotit, Allahu na ka orientuar që ja bani Adem, qad karramna bani Adem, duhet shikoj që njeriu është i lavdruar tek Zoti si njeri. Nuk duhet humbesh njerëzllëkun tënd herë. Se nëse ti nuk je njeri, nuk e kupton fen. Nuk e kupton besimin, as këto këshilla nuk e kuptojmë. Ama nëse ne nuk kemi njerëz, ç'sh kuptojmë asgjë gjë.
momenti që njeriu është rob dhe kanë vetveten e tij karakterin e krijuar nga Zoti xhel xhelalu, atëre ai vllaim është i mundur që mos i bindet shejtanit, të dalin nga kjo sprovë. Dhe nga kjo gjë, vëllezër, kur thirrë ezania, unë 5 minuta, 10 minuta do ta mbyll atë timin, inshallah. Po më dëgjoni se janë disa pika shumë të rëndësishme që të lidhen me atë që tha dhe hoxha. Dhe ai që ka thënë dhe hoxha juaj. Këto nuk janë fjalë, o vëllezër. Halli jon nuk është me zbulu gjona. Halli jon është me ikme i kërku se janë. Këto gjona që themi ne, nuk është që po vim na zbriti shpallja vlla. Jo. Këto gjona janë, po thjesht ne nuk po i kërkojmë. Ne thjesht nuk po i gjejmë se ku janë që mi digju, me i mësu. Dhe fitnia po të erdhi, unë mendoj, të nderuar vëllezër, janë 3 pika kryesore. Janë shumë. Gjëja para është, vëlla im, po e them shpejt e shpejt. Gjëja parë, stabilizo familjen tate. Të gjitha ato që po e them, i ka cek hoxha. Stabilizo familjen. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruaj familjen. Nëse ti ke një sprovë, unë nuk do me e ditë për ty. E di pse? Se unë do ikë shpitime. Ti do ikë shpitate. Ti do ikë te gruaja jote. Vetëm familja jote, bashortja jote është ajo që të qetëson me një fjalë bukur, me një fjalë mirë. Është ajo nona që ti ke xhenetin në shtëpi. Është ai baba ti që ti akoma e ke gjallë, e ke der xhenetit. Fitnin që të karon të jashtë shtëpisë, vallahi bilaj, një prej gjërave që na ruan neve në fitne është familja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi tek familja. Dhe familja ngreti moralin. Dhe diti familja sa çati thot filanit, pra bashortit të saj. Dhe nga aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngrejt nga familja. Neve gjën e fundit ja thënë familjes së vëllezër. Prandaj ikim stresuar familje. Prandaj sprova na shoqëron dhe familje. Po se boni gjumin ti rahat vëllaim. Po se boni gjumin rahati, kush do ta qetësoj gjumin jashtë? Familja vëlla. Për në fillim e tham, e para është pa dalim pra, se është Allahu azza wa jalla luti, ai don gjitha gjërat. Me lutjen e sinqertë dhe dalësh nga vetja jota, këtë e tham. Tani po flasim ne kush janë sebepet. Familja. Rregullojnë familjen. Ishte familja që subhanallahu, Allahu azza wa jalla tregoi në Kur'an për familjeve të shëndoshme. La ilaha illallah. Kur ata i dhanë rëndësi familjes, pejgamberët e Allahut, pejgamberët e Zotit, subhanallah, Allahu xhel xhelal na tregoi neve se si neve forcohemi ndaj sprovave ku neve jemi afër familjes. Ali Imran, e të tjerë më radhë, prej kuptimeve dhe kapitulleve që Allah subhanahu wa taala ka sjell. E dyta, kur të vjen një sprovë vllai im shkon në xhami. Një prej sebeve vllai im mos e le xhamin. Këtu mos e le. Kjo është varka e Nuhut. Hyp në vark. Kjo është varka e tauhidit. Këtu qetësohet zemra, këtu të bëhen të gjitha adhurimet që ta lehtësojnë ty sprovën. Këtu iblisi, ai i cili na ngatron neve, nuk ka shanse në ardhmë. Mos e le xhamin. Pejgamberi ku i vinte një sprovë, gjëja e parë që bënte, shkonte ai shpejt në xhami, saqë e trishte subhanallahu edhe rrobën e tij, zvarr. Allahu akbar. Kurse ne vëllezër shkojmë te shoku, shkojmë vend tjetër, udhtojmë ne, ikim nëpër detra, nëpër male atje, ai tjetër thot udhton nëpër male të larta atje, o vlla hik në xhami. Shkon në xhami, hajde në xhami këtu vlla. Thuj hoxhës o hoxh, atë vit çik më herët para sabahut. Hajde në xhami vlla, fal namaz natën në xhami. E tjerë më radhë. E dyta, e treta, për çështje vendi. Vlla im, duhet kapësh punë, duhet punosh, duhet aktivizohesh.
Sprovat vëllezër të vinë kur njeriu është mos stabil në jetën e tij. I bëhet me fjalë ajo puna e tij i bëhet kaçurrel. Mundohet që të jesh në punën tënde ose i riu në shkollën e vet të jetë stabil. Si stabil? Të shkojë dhe të jetë i qartë që kjo është puna ime dhe unë do punoj këtu vëlla. Është programi i jetës time dhe aty e kam kënaqësinë Allahut. Edhe ai i cili është në shkollë, unë do ikin klasën time dhe në shkollën time dhe Allahu është i kënaqur me mua. Se gjëja e parë që ka një Zoti është ilmi, dija. Dhe ik në shkollë dhe im, stabilizo veten tënde në shkollë. Dhe kjo është një prej pjesëve të rregullimit të sprovës, që na kap tek të rinj, tek të gjitha, është vendi ku ti rri, rregulloje. Pika e dytë. Vllai im, shoqërimi është gjëja kryesore. Momenti që njeriu ka fitnesh përpara dhe është ko fitnesh, mundohet që me muslimanën të rish afër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë xhamati është rahme. Xhamati si jemi ne këtu është rahmet vëllezër. Si të burrat me njëri tjetrin dhe gratë me njëra tjetrën. Duhet takojmë shumë me njëri tjetrin. Duhet të shtrëngojmë duart fort me njëri tjetrin. Duhet të jemi në saf me njëri tjetrin. Bashkohen zemrat me njëri tjetrin. Duhet që neve subhanallahu ta duam shumë njëri tjetrin. Duhet të jemi me xhamatin vëllezër. Duhet të formojmë xhamatin fillimisht në zemrat që ti duam të gjithë besimtarët. Dhe ata të cilët na bëjnë keq, bëre halal vëlla. Tolerojmë vëllain sepse ke xheneti përballë. Amo xhamatin mos e humb kur. Dhe e dyta, imami këty në xhamatëve. Imamët, dietarët afroju vëllain. Afro me hoxhën. Kur ke një sprova nuk është gjë tjetër vetëm se ignorancë. Ignorancë, pse janë psikologët? Pse janë e të tjerë me radhë? Janë që këtë garkesë që ti ke, ai me dy fjalë ta shpjegon, ti e dijen, që ti nuk e din. Ka shumë gjëra vëllezër që kur vjen rri me njerëz të dijes, se njerëz të dijes t'japin udhëzimin Allahut Kur'anin, fillimisht, se mase shumicën e rasteve ti e ke shpjegimin Kur'an tek fjala e Zotit xhelalu, sepse njeriu gjendet në Kur'an. Dhe afroju dietarëve, afroju xhallarëve që keni afër. Njihni sa më shumë xhallar, njihni sa më shumë njerëz të dijes, rrini me njerëz që dinë më shumë se ju. Dhe kjo e ruan njeriu nga fitnet, sepse një i ditur të thotë që kjo është e keqe vllai, si thotë vllai, hoxha. Kjo është rruga e keqe vllai, kjo është puna e keqe vllai, e të tjera me radhë. Dhe pika e tretë dhe funit, të nderuar besimtar, është dija. Dija vllai të jep ty që është një prej veprave më të mëdhaja që e ruan njeriu nga fitnet. Momenti që njeriu din se si është kjo fitne, është kjo sprov dhe e din dhe mënyrën e zgjidhjes ka dije. Pra njeriu ta shtet diturinë ndaj Allahut xhelle xhelalu fillimisht. Pra ka njerëz që njohin, ka musliman që nuk e njohin Allahun akoma. E di pse vëllezër, s'po them që nuk e njeh Zotin krijuesin, por nuk e njeh mesazhin e tij. Dhe kjo është fitne. Sepse muslimanët ndajnë fen dhe moralin për shembull. A diti që shumica e fitneve tek muslimanët vijnë kur ti ndan fen dhe moralin. Ti falesh tu në xhami dhe kur shkon te puna, morali jon është zero. Kur del te rruga, morali jon është zero, Allah na rujt. Kur shkojmë te komshit atje, morali jon është zero, pse? Mungon dija që feja dhe morali janë bashkë. Dhe subhanallahu çdo fitne zgjidhet vetëm me të dy gjëra. Çështja e fesë që të lidh ty me Allahun xhella u ala dhe fen e tij që është Islami, dhe e dyta morali. Ajo e shkreta kishte një mace, namaz kishte,
Agjerim kishte, hynë në xhehenem. Hynë në xhehenem vëlla, hynë në xhehenem. A ka më fitnë më të madhe se kjo? Vëllai s'ka. A ka më fitnë më të madhe se kjo që ti të dalësh ditën e gjykimit, e ti mendon se je adhurues dhe kur shkon atje, e dini ju se kush është muflisi? Kush është muflisi pejgamberi? Ai që s'ka lek, se ne para të parë kemi menjen. Të parja. Jo, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Muflisi është, pra i humbur është ai i cili do vitit në gjykimit dhe çka ka bë? Ka gjujtit bam, i ka vjedh pasurinë, këtë tokën tu, ky ka hakun deri këtu, ja ka marrë dhe i pjesë tjetër atje, zullumit e ka bërë i tjetrit, do t'i vi, do t'i zullumqar po tjetër. Ky njeri do të jetë kantara. Do ta shohë xhenetin, do me hik, pritet të stopi të vajtur. Pritet të japësh llogaritë filanit tati, shokut tat, vllait tat. Aty do të lahen gjonat. Pse? Sepse morali jon nuk ka qenë rregull tu në dynja. Dhe shfitne. Dia e dyta tek e treta pra që ka lidhje me punët është sabri, që tha hoxha, do të jesh durimtar. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vi një kohë që juve do ta marrni fen tuaj dhe do t'ju vi një sprov si që keni të prushin këtu. A ma njëri prushin dorë? Tha, kështu do të vi një sprov dhe sprovat të një pas njëshme që do të vi aq të mëdhaja se që xhenet vllai, është xhenet, dynjaja shumë e shkurtër, është një hap dhe ikën barzakh, ikën varr. Dhe atje vazhdon jeta reale. Do të vinë dhe majnë, o i dërgumë Allahut, po si do jenë ato muslimanat herë? Ato do t'jenë musliman fuqishëm dhe do kenë shpërblimin 50 më shumë se ju. O i dërgumë Allahut, më shumë se ne, sahabët thanë. Po më shumë se ju. Ishin sahabët dhe sahabët, po e ju dini se qa vlerë kanë sahabët. Qa vlerë kanë sahabët. Po pse o i dërgumë Allahut? Sepse ata në këto kohë 2026 do t'ju vinë sprova në 2026 dhe nuk do të kenë shumë, nuk do të kenë shumë awan, pra njerëz që rrinë afër tyre që t'i këshillojnë, t'i suportojnë. Ju më keni mu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ju më keni mu. Pra na e në qyti vlezër. Edhe ato i qyti shok. Ne na ka qyti vlezër. Se ne do sprovohemi. Ne do sprovohemi më shumë. Se ne besum pa pasi gjë. Dhe ne e kemi shenjën tu që me e majtë fort. Dhe ai cili e mban fort, pejgamberi sa që tha, isbiru derisa më takoni mu ila al-haud, derisa më takoni mu në haud. Haudi është haudi? Haudi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra ke një takim ti dhe unë vëllezër me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nëse ne do jena sabërli në sprova. Dhe e treta, fal namazin. Namazin vllai. Allah subhanahu wa taala sa thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." O ju cilët keni besuar, kur t'ju vinë provat e mëdha, kërkoni ndihmë Allahut azza wa xal me namaz dhe me durim. Namazin dhe durimin gjithmonë më i bashkë. Dhe kur mos i nda. Kur mos i nda. Se namazi qetësia, namazi është takim me Allahun. Ti ikën në orën 6 mjesit, ikën direkt. Ku po shkon? O vlla puna. O vllai, ma kemi në takimin me Allahun kështu siç e kemi në punën? A kemi gajlen e? Do ta kush Allahun, o vllaim, do ta kush Allahun që ka riskun e punës tate, e riskun e beqetin e punës tate, e riskun e çdo gjëje tate. Pse ikim kaq shpejt ne direkt pas namazit ose vonojmë namaz? Ne tokim Allahun, o vllaim. Nuk të të këshu. A është takimi më i madh? Nuk. Prandaj namazi, gjëja e parë është namazi, ti heq gjitha brengat, gjitha sprovat. Prandaj vëllezër, lut Allahun azza wa xal që të na bëjnë neve besimtar të qëndrueshëm duke më humor me veten dhe pastaj me praktikuar atë që na ka thënë Allahu subhanahu wa taala
në Kur'an që të jemi të paktën të kemi shembull Bilalin radiallahu anhu. Bilali radiallahu anhu nuk boni shumë gjona vëlla. Po në fillim ai mësoi vetëm një fjalë dhe mbylla. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Në çdo sprovë që të vi thuj ahadun ahad. Të sprovoj Allahu azza wa jall në punën tënde, në pasurinë tënde, në familjen tënde, ahadun ahad. Ai erdhi guri mund mes shkëtirës i nxehtë, ahadun ahad. Leje këtë rrugë, ahadun ahad. O vllai, po pronari, ahadun ahad. Ai është një dhe vetëm. Jam ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammed Rasulullah. Nëse ne kemi bo shahadet, ahadun ahad. Pik maroj. Dhe Bilali tha, o pejgamberi i Zotit, qa ke digju ti? Të kam digju në Allahën e të tu në xhenet, o Bilal, qa po ti? U fut në xhenet edhe ishte duke ecë në tokë. Dhe meri sahabët gjithë që i përgozoi pejgamberi sa me xhenet. Allahu akbar. Allahu akbar. Prandaj o vëllezër, të durojmë në sprova, të furnizojmë me dije dhe të jemi afër Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj të jemi të shoqërohemi me njerëz të hajër dhe njerëz të mirë. Edhe herë Zoti ju shpërblet dhe Zoti ju nderoft dhe vllajën ton Hoxhën e nderuam, Allahu na shpërbleft që na e bëri këtë ripitje të hajrit me gjithë ju o vëllezër të nderuam që duruat po ma sabrukum illa billah dhe durimi jo i vetëm si për haltër të Allahu subhanahu wa taala ishte. Dhe fundin edhe elhamdulillah falenderojmë dhe muftiun dhe muftinin me fjalët e Tiranës që i bëri këto organizime dhe na bëri neve pjesë të këtyre organizimeve me Hoxhën tuaj të nderuar. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah shpërblet, Zotin e nderoft, i vëzonin. Jazakumullahu khairan. A të vot direkt në zonë?